Jemi rikthyer në studion e programit Familja 7. Sonte do të flasim për një ditë që asnjë njeri nuk mund ta shmang. Ajo ditë. A është zemra e njeriu e vetëdijshme për këtë ditë? Ne bashkë me të ftuarin tonë do zbulojmë këtë vërteta biblike. Jemi në studio me Mirgen Dhima, një ndër besimtarët e parë ungjillor pas viteve 90 në Shqipëri. Përshëndetje Mirgen. Përshëndetje. Kënaqësi të kemi në këtë studio për herë të parë. Kënaqësi gjithashtu. Është kaq bekim të jemi këtu me ty sonte për të folur për këtë temë. Në fakt në bisedat e mia paraprake me ty lidhur me këtë temë, ti më ke treguar se kishe zbuluar një kalendar të veçantë, jo me 365 ditë, por me 2 ditë. Faktikisht vjen nga Luteri, ai ka thënë në kalendarin tim ka vetëm 2 ditë. Ajo ditë dhe kjo ditë. Kur ai tha ajo ditë, ai po i referohej ditës së gjyqit, ku ne do përballemi dhe do gjykohemi nga Zoti. Dhe kur ai tha kjo ditë, ai po referohej ditës së sotme. Pra, ajo ditë dhe kjo ditë. Dhe çfarë unë do të bëj në këtë ditë, do reflektohet se çfarë do ndodhi në atë ditë. A e di njerëzit që do të gjykohen? Më shumë se sa e din, çështja është a duan që ta dinë. Të tregoj një histori të vogël për fëmijë, por e ilustron bukur situatën. Harabeli zbret me shokët e tij nga pema, zbret e rrënja e pemës, aty kishte krimba fara, ishte duke i ngrënë ato për qefin e vet. Ndërkohë, shkurrja aty afër lëviz, shokët e vet nga frika fluturojnë, Harabeli panikohet. Një turi del nga shkurrja dhe pastaj del dhelpra. Ai po përpiqej të fluturonte, po ishte bllokuar nga frika. Kështu që po mendonte çfarë të bëj. Dhe ndërkohë dhelpra afrohet duke lëpir buzët. Dhe ai nga frika mbyll syt. Po kur mbyll syt kupton që dhelpra u zhduk. I hapi syt, dhelpra ishte aty. I mbylli prap syt, dhelpra u zhduk. Tha, ua, unë pas kam një super fuqi, unë mund ta zhduk dhelprën kur dua vet dhe mund ta bëj të shfaqet kur dua vet. Edhe tha, dhelpër zhduku dhe i mbylli syt. Dhelpër shfaqu, i hapi syt. Dhelpër zhduku, i mbylli syt. Dhelpër shfaqu, i hapi syt. Dhelpër edhe e gjeti veten në gojën e dhelprës. Kështu që shpesh herë ne kujtojmë se shmangim disa realitete kur mbyllim syt, por realiteti është prap aty. Dhe njerëzit me ditën e gjyqit bëjnë pikërisht këtë gjë, thjesht mbyllin syt edhe bëjnë sikur nuk ekziston. Por fakti që unë i mbyll syt nuk do thotë që dita e gjyqit zhduket. Në të njëjtin linjë, një histori e ngjashme është që ne kemi parasysh strucin, nuk kemi këtu në Shqipëri, janë në Australi, por struci i vogël shkon me vrap tek babi, çka ke i thot babi vetë, thot po vinë qitat, po qitat janë kafshë që vrapojnë shumë shpejt. Edhe struci rrezikohet sepse qita mund t'i haj. Thot po vinë qitat, si t'ja bëjmë, e thret komandantin e strucëve, se ishin tufa e strucëve aty. E thot, po vinë qitat, komandant, kemi në një strategji beteje, patjetër, thot, të gjithë gati tu, dhe rreshtohen strucat për luftim. 1, 2, 3, futni kokën në rër. Dhe kjo është strategjia e strucave për të shmangur betejen. Duke futur kokën në rër, nuk i shohim qitat që po vinë, kështu që do shpëtojmë. Edhe shumë njerëz kanë pikërisht këtë strategji që unë dua ta heq mendjen nga dita e gjyqit, ose ajo është shumë larg, ose do Zotin shmanget disi, por nuk mund ta shmangim dot realitetin. Interesante me ilustrime dhe jam duke të ndjekur me shumë vëmendje, sepse është vërtet një temë shumë e rëndësishme. Pra je duke thënë që njerëzit në zemrën e tyre e din që një ditë do gjykohen, por i shmangen kësaj përgjegjësie? Po. Po në të njëjtën linjë, sepse kjo tjetra është histori reale. Në një qytet të vogël që kishin provuar shpeshherë të sillin mesazhin e Zotit, po nuk kishte funksionuar asnjëherë, sepse njerëzit ishin shumë kokfort, shkon një djalë i ri. Edhe e kishte në zemër që unë dua t'ju jap mesazhin e Jezusit për shpëtim. Kur shkon aty, del një nga të fortët e qytetit, tip Horri, edhe i del përballë, edhe i thot, unë e di kush je ti, thot, unë e di nga vjen ti, unë e di çfarë njerëzish jeni ju, jeni hipokrit, nuk e besoj librin tuaj, nuk e besoj Zotin tuaj, jeni kot që të gjithë. Çfarë do më thosh në një gjë?
Edhe për ky djali e pa qet, nuk u intimidua, i tha, është caktuar, dhe i ciktoi një varg biblik nga Hebrejt 9:27. Tha, është caktuar që njerëzit të vdesin dhe pastaj vjen gjyqi. Ora e leri këto vargjet, i tha ky horri, që quhet emri vet është Bert Only. Tha, leri këto vargjet, por tha, qa mendon ti, nuk duhet ja di çfarë thotë ai libri yt. Tha, dhe ky është caktuar që njerëzit të vdesin dhe pastaj vjen gjyqi. Ore lere librin, ti, çfarë do thush për këtë që të thash unë, që jeni hipokrit, libri juaj i shkot dhe Zoti nuk ekziston. Edhe djali i tha, është caktuar që njerëzit të vdesin dhe pastaj vjen gjyqi. Edhe ai u nxe shumë, mos ma thuaj më këtë gjë. Ti çfarë do thuash për këtë gjë? Është caktuar që njerëzit të vdesin dhe pastaj vjen gjyqi. Dhe ai u nxe, u bë gati të arrihte, por iku i zemruar. Dhe ai tregon më vonë, duke ikur i zemruar, ishte duke dëgjuar, është caktuar në veshët e vet, që njerëzit të vdesin. Dhe pastaj vjen gjyqi. Ishte duke ecur prapë mbi urën e qytetit. Dhe tha, më duke sikur dhe bretkosat nga lumi thërrisnin. Është caktuar që njerëzit të vdesin. Dhe pastaj vjen gjyqi. Gjyqi. Dhe kjo gjë nuk e la të flinte të qetë, sepse vetë Zoti është i interesuar që t'i bind njerëzit për këtë realitet. Dhe ai i dha jetën Zotit edhe u bë besimtar tek Jezusi. Te berberi, ku shkoj dhe qefem, e mori vesh që isha besimtar dhe më pyeti. I tregova, e pyeta dhe më thash, po ti. Tha, me thonë të drejtën, tha, unë i takoj kësaj feje, po nuk është se besoj, por dilema ime është, tha, që unë nuk e di kush është e vërteta. Ka shumë fe, dhe unë nuk kam kohë që ti shikoj të gjitha dhe të analizoj cila është e vërteta, madje edhe nëse do kisha kohë, unë nuk e di a jam aq i aftë, unë ta kuptoj cila është e vërteta apo jo. I bëra një pyetje. Thash, po mirë, i thash, nëse thash Zoti është i vërtetë dhe ka ndërmend të gjykojë ty, a mendon që këtë gjyq do ta bëj të drejtë apo të pa drejtë? Tha, ma merr mendja, tha, të drejtë, thash. Tani thash, nëse ai do që të gjykojë ty në mënyrë të drejtë, a nuk mendon që nëse ti do, ai do të ndihmoj ty, të tregoj kush ai është dhe si është puna? Cila është rruga? Mendoj që po. Thash, unë nuk po të them, i thash, a beso këtë që po të them, se unë kam të drejtë, dhe tjerët e kam gabim. Thash, ti bë këtë gjë, shko në vetmin tënde dhe lutju, Zot, kush do qofsh. Ma shfaq veten dhe rrugën tënde. Po, dhe më tregon vërtet. I bëri përshtypje dhe tha, wow. Tha, më pëlqen kjo, tha, që nuk më ngule, tha, të thua që rruga ime është e vërteta. Vjen seanca tjetër te berberi mbas ca javësh, edhe e them, e bëre çfarë? Lutjen pra? Jo. Po pse? Ndrroj muhabet. Thash, pse se bëre? Tha, prap ndrroj muhabet. Edhe thash, si është puna? Edhe puna ishte se ai nuk donte ta pyeste Zotin sepse kishte bindje në zemër që nëse unë e pyes Zotin, Zoti do ma tregojë të vërtetën, dhe në momentin që unë e di të vërtetën, unë jam përgjegjës para Zotit. Ja kishte frikë për të vërtetën. Po, nuk donte të përballej me të vërtetën. Por nëse dikush mendon që unë kam shkelur ndërgjegjen dhe fjalën e Zotit, po Zoti nuk më dënoi, kështu që unë po jetoj siç kam qejf. Që kur kam qenë i vogël, dhe ka qenë koha kur ne kishim akoma televizorët bardhëzi dhe kishim shumë pak emisione, ishte periudha e pushimeve të vitit të ri si fëmijë. Isha vetëm në shtëpi dhe janë ato pak lodra që kishim, ndër të tjera ishte një tollombac i kuq. Isha vetëm, ishte duke loze, hidhja në ajër, zbriste, e hidhja ajër, zbriste prapë, edhe pata një ndjesi që dikush po më shef. Edhe kush është? Po nuk isha asnjëri në shtëpi. Kush është? Dhe kjo ndjesi që dikush i na sheh është e lindur me njeriu. Fakti që ne monitorohemi, që ka një Big Brother që na sheh, dhe realisht është Big Father, është ati i madh, që ai shikon edhe mendimet tona, edhe veprimet tona,
gjatë gjithë kohës, edhe të gjithë njerëzit e kanë këtë gjë. Pastaj Bibla thotë që shumica e njerëzve e shtypin të vërtetën në padrejtësi. Do thotë që unë e kam këtë ndjesi brenda me, kam dhe ndërgjegjen, dhe ndërgjegja ime më tregon nëse unë kam bërë diçka gabim apo jo. Ti mund të marrësh një person që është i lindur në një fis në mes të maleve dhe nuk ka takuar njerëz të tjerë, dhe kur ai vjedh, ai ndjen brenda vetes që ka bërë gabim. Qofse ai tundohet që të vras dikë, ai e di që ka bërë gabim. Kush ja ka treguar? Shkrimi i Shenjtë na thotë që ata që nuk e kanë ligjin e Zotit, e kanë ligjin të shkruar në ndërgjegjen e tyre. Zoti na ka bërë përgjegjës përpara tij. Dhe fakti që unë do t'i jap llogari dikujt, që unë mbahem përgjegjës nga dikush, është e lindur me mua. Pastaj a unë e shuaj këtë gjë, a e ndjek këtë gjë, është zgjedhja ime. Dhe Solomoni ka thënë që ka një dënim për çdo vepër të keqe. Kështu që kur unë e bëj një vepër të keqe, unë e di që do dënohem për atë gjë. Që i vogël, unë e mbaj mend që nëse bëja një gjë gabim, unë prisja që disi do dënohem për këtë gjë. Por nëse unë e vodha reçelin apo çokokremin dhe më janë bërë buzët pise dhe më pyesin që e ke marrë ti, dhe unë them jo, patjetër që më gënjejnë buzët sepse janë të lyera me çokokrem. Tani ne mund t'i fshim buzët para Zotit, po Zoti vazhdon ta shikojë që buzët tona janë të lyera me çokokrem akoma. Edhe është fotografuar, është futur në arkiv, paparazzi e ka marrë, dhe ditën e gjyqit do hapen dosjet, edhe është aty prova. Dhe unë e di këtë gjë. Çështja është që nëse unë nuk dënohem menjëherë, sepse çdo koha unë e bëra veprën e keqe, vjen dënimi. Po kur bëhet? Unë kur kam qenë fëmijë i vogël, si gjithë ne, kur kemi bërë mëkatet e para që e kemi shkelur atë gjë që ne e dinim që është e drejtë, ne prisim që do ketë një lloj dënimi. Okej, ne mund të merrem dënim nga prindëri, nga edukatorja, apo nga dikush që ishte aty, por nëse ne e bënim fshehurazi dhe nuk e merrnim dënimin, ose një vëllai i madh apo një prind thotë s'ka problem, ne fillonim të mendonim, se nuk do dënohemi, dhe gënjenim veten me këtë gjë. Dhe Solomoni thotë, kur dënimi për veprën e keqe nuk vjen me një herë, diçka i ndodh zemrës njeriut. Fillon e thotë, s'ka problem, edhe i jepet edhe më tej të keqes. Pse? Sepse nuk ka dënim, gjë që e shohim edhe sot me fëmijët e llastuar, që kur ata nuk kanë korrur gjën për cilën kanë mbjell, fillojnë të mbjellin në negativen plot, me idenë që nuk do korrë gjë të keqe, por jo para Zotit. Mirgen, çfarë thot Bibla? Çfarë do të ndodhë ditën e gjyqit? Atëherë, në fund të Biblës, të librit zbulesës apo i Apokalipsit, të kapitulli 20, na thuhet që të gjithë njerëzit do shfaqen përpara fronit të madh të bardhë të gjykimit. Dhe thot, kur ai fron do dali, qielli edhe deti do të shmangen nga prania e atij që do ulet në fron, dhe është Jezusi, sepse Ati të gjithë gjykimin ja ka dhënë Birit. Dhe vetë Ati nuk gjykon më njëri, po Biri gjykon. Dhe aty do të shfaqet me madhështinë e tij, vetë Jezusi. Dhe ne mund të kemi opinione nga më të ndryshme për Jezusin, të tipit që është Jezusi i vogël në grazhd, ose është Jezusi i mirë që shumon bukët, por Jezusi është gjithashtu gjykatësi. Dhe është madhështor, dhe aty do shfaqet, dhe aty do gjykoj të gjallë e të vdekur. Gjithë secilin individualisht. Që të gjithë. Në lidhje me këtë, më kujtohet një histori në një sallë konferencash, mbledhje biznesi, ishin mbledhur që të gjithë të ajo tavolina e madhe, dhe po pritej shefi i madh. Dhe po shefi erdhi me vonesë. Dhe kur erdhi me vonesë, në mënyrë që të mos ndërpriste mbledhjen, ul afër derës nga fundi i tavolinës, edhe një djalë i ri i tha, shef, i tha, të lutem, tha, mos rri në fund tavolinës, tha, ulu në krye tavolinës. Tha, edhe shefi ju përgjigj, tha, birë, tha, kudo që t'ule mund, tha, aty është kreu i tavolinës. Kështu që Jezusi, kushdo qoftë, ai është kreu i tavolinës. Edhe në qoftë në grazhd, edhe në qoftë duke shumuar bukët,
edhe qoftë duke na e predikuar dikush, ashtu si do shfaqet ditën e gjyqit. Po atje ai do shfaqet dhe çdo sy do ta shoh. Dhe herën e parë ai erdhi, dhe ai erdhi si shpëtimtar, por herën e dytë do vi si gjykatës. I drejt. Po. Patjetër që është i drejtë. Nuk shpesh herë unë edhe vetë gjatë jetës time jam ndjerë sikur ka padrejtësi tek Zoti, në kuptimin që pse o Zot, dhe vetë pseja ime ka qenë me idenë që ti duhet i bëje gjëra drejt, por ja ti sipas ke bërë gjëra drejt, edhe mua po më duke vetë jam më i drejtë se sa Zoti. Por në fund fare nuk ka padrejtësi tek ai. Çdo gjë e bën drejt. Sidoqoftë, që të vemi tek zbulesa 20, kur froni do të shfaqet. Dhe njerëzit do të paraqiten, Bibla thotë që vdekja do të dorëzojë të vdekurit e vet, deti do të dorëzojë të vdekurit e vet, vdekja dhe Hadesi do t'i dorëzojnë ata dhe do paraqiten dhe do të hapen librat. Dhe njerëzit do të gjykohen sipas gjërave të shkruara në libra në lidhje me veprat e tyre. Dhe do të hapet dhe një libër tjetër. Dhe ky është libri i jetës. Dhe shkrimi thotë, dhe nëse dikush nuk u gjet i shkruar në librin e jetës, ai do të flaket në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur. Pra, për kë është shpëtimi? Është një gjykim i ashpër. Kush mund të shpëtojë? Atëherë, le ta themi në këtë mënyrë. Unë e kam shkelur, ti e ke shkelur, të gjithë ne e kemi shkelur. Dhe standardi i Zotit është shumë i lartë. Është vërtet shumë i lartë. Patjetër që ne do gjykohemi në bazë të dritës që kemi, në tipit që në qoftë se ti di më shumë se unë, nga ty pritet më shumë. Nëse unë di më pak se ti, nga unë pritet më pak. Biblia thotë që ati që ju dha shumë, ju kërkua shumë, ati që ju dha pak, ju kërkohet edhe më pak. Kështu që ne të dy mund të bëjmë të njëjtin veprim, por në qoftë se ti di më shumë, nga ty pritet më shumë. Dhe ne kemi shkelur. Tek libri profetit Daniel, një mbreti, ditën përpara vdekjes vet, dhe ai ishte mëkatari i madh, ai pa një vegim dhe në një dorë u shfaq dhe shkruajti një tekst të çuditshëm në mur që askush nuk e lexonte. Dhe ai pyeti ç'është kjo. Danieli e interpretoi dhe tha, shkrimi thotë që ti u peshove dhe dole mangët. Ne jemi peshuar në peshoren e Zotit, e cila është e drejtë, dhe kemi dalë mangët. Kemi mëkatuar shkurt. Kemi shkelur, qoftë ndërgjegjen tonë, qoftë fjalën e tij. Dhe çështja se kjo ka pagë të lartë, dhe ne do përgjigjemi, do japim llogari për këtë. Dhe ideja e shumë njerëzve është që unë nuk i jap llogari askujt, unë i jap llogari vetëm vetes time. Ne bëjmë mirë të japim llogari vetes, gjithashtu të jemi të përgjegjshëm dhe me tjerët, po përfundimisht llogaria jonë është ndaj Zotit. Dhe Perëndia e bën shumë të qartë që thotë që ne nuk jemi nga ata që i pëlqejnë vetes, por nga ata që i pëlqejnë Zotit. Gjithashtu, Jezusi tha tek Gjoni 2, ju tha judenjve që ju kërkoni lavdin ose lavdërimin që vjen nga njeriu, por unë atë që vjen nga Zoti. Dhe madje ai tha lavdin që vjen vetëm nga Zoti, që do të thotë faleminderit për ju që po më thoni bravo, por unë po shikoj për Zotin që më thot bravo. Dhe në momentin që dikush vetet e kjo pikë, ai nuk ka frikë nga çfarë mendojnë njerëzit dhe nuk fryhet kot kur njerëzit e lavdrojnë. Edhe bëhet i lirë nga opinioni i njerëzve, qoftë nga frika e njeriut, qoftë nga lavdrimi i njeriut, po gjithashtu dhe nga opinioni i vetes, edhe thotë që unë nuk jam Zoti i vetes, të tjerët nuk janë Zoti im, Zoti është Zoti im. Dhe në momentin që unë e shikoj Zotin si Zot, sepse ai që Zot dua s'dua unë, puna është a dua unë që të jetë Zoti im. Dhe në këtë pikë, atëherë unë po e pozicionoj vetëm dhe të shikoj gjërat siç duhet. Meqense përmendëm këtë pjesë këtu. Jezusi është i vetmi për cilin Zoti tha, ky është biri im i dashur në cilin jam i kënaqur. Nuk e ka thënë për asnjë nga ne tjerat. Faktikisht me ne Zoti nuk ishte i kënaqur sepse të gjithë ne e shkelëm. Ai është i vetmi që nuk e shkeli. Dhe këtu ndodhi ajo gjë që
që Zoti bëri për ne, sepse për ne nuk ka rrugë shpëtimi. Jezusi, si i vetmi me cilin Perëndia është i kënaqur, tha: ju që nuk i keni dhënë llogari Zotit siç duhet, ju që po t'ju kërkohet llogari, dilni mangut, dhe Jezusi nuk del mangut, vjen dhe vdes për ne në kryq. Dhe në kryq çfarë ndodhi është që Jezusi tha: ajo mangësi që këta kanë dalë të padrejtë përpara teje o atë, le të bjerë mbi mua gjykimi. Ai gjykim që është vonuar që të vi mbi ta, le të vi mbi mua, dhe dënimi ran mbi Jezusin, dhe ne shkojmë dhe jetojmë në vendin e Jezusit. Tani, herën e parë, Jezusi erdhi si qenj. Herën e dytë do vi si luan. Ai ka qef që të pranohet si qenj. Dhe luma ai që e pranon si qenj, sepse nuk do të përballet me atë si luan. Po, Miguel, pra kuptuam që gjykimi është për të gjithë. Mundësia për shpëtim ju jepet të gjithëve. Si shpëton njeriu? Atëherë, kjo është një pjesë ku ndryshon Jezusi nga çdo fe në botë. Pse? Sepse deri tani vërtet ne tham që kemi mëkatuar dhe jemi përgjegjës përpara Zotit për mëkatet tona. Çështja është se Jezusi tha një gjë të veçantë tek Ungjilli i Gjonit, edhe tha: kur fryma e shenjtë do të vijë, ai do ta bind botën, këdo në botë, për mëkat, drejtësi dhe gjykim. Edhe kur tha do t'i bind ata për mëkat, ne fillojmë dhe mendojmë që për mëkatet që unë kam bërë, që unë kam gënjur, që unë kam qenë krenar, që unë kam mashtruar. Por ai nuk tha për të gjitha mëkatet në këtë rast, ai tha për një mëkat. Pse? Sepse unë nuk kam nevojë për frymën e shenjtë që të më bind që unë kam gënjur apo kam mashtruar, se unë e di këtë dhe vetë. Ndërgjegja që po Zoti ma ka dhënë ma tregon që unë kam gatuar. Unë e di. Qofse unë gënjeva dhe dikush më thotë ti gënjeve, unë nuk them, nuk e dija. Jo, unë e di. Por përveç kësaj, thotë, kur fryma e shenjtë do vi do t'i bind njerëzit për një mëkat. Dhe ky mëkat, tha Jezusi, është që nuk besojnë në mua. Që do të thotë, Jezusi erdhi dhe i mori të gjithë mëkatet e mia. Mori moralitetin tim, mori gënjeshtrën time, mashtrimin tim, krenarin tim, e tjerë, i mori dhe këto vepra u dënuan sepse ka dënim për çdo vepër të keqe përpara Zotit, dhe Zoti e dënoi, por nuk e dënoi në trupin tim, e dënoi në trupin e Jezusit. Kështu që Zoti u mor dhe gjithë zemërimin që kishte, gjithë gjykimin e drejtë që kishte ndaj mëkatit, e derdhi mbi Jezusin dhe u pagua borxhin ndaj Zotit. Llogaria që duhet i jepja unë Zotit, dha Jezusi llogari për mua përpara Zotit. Dhe tani unë jam i larë përpara Perëndis, por është një mëkat tani vetëm për të cilin unë mund të humbas, mund të shkoj ditën e gjyqit, të dënohem dhe të shkoj liçenin e zjarrit. Dhe ky është që unë e neglizhoj Jezusin. Domethënë nëse Jezusi është vetmja kurrë për mua, nëse Jezusi është vetmja rrugë shpëtimi, dhe unë neglizhoj të vetmen rrugë shpëtimi, unë jam i humbur. Pra kush beson tek Jezusi shpëtohet? Kaq thjesht, por duhet bërë me zemër. Thot Bibla, kush beson do të ketë dhe jetën e përjetshme. Po. Gjoni 5:24 thot një gjë shumë të madhe. Jezusi tha, kush beson fjalën time, thot ka jetë të përjetshme, dhe thot një gjë që është madhështore. Ai nuk vjen në gjyq, por kalon nga vdekja në jetë. Dua ta them edhe një herë këtë gjë, është shumë e rëndësishme, sepse unë thash ato që Zbulesa 20 thotë që të gjithë do paraqitemi përpara fronit të bardhë gjykimit të Zotit dhe do japim llogari për veprat që ne kemi bërë. Libra do hapen dhe do gjykohemi në bazë të atyre që janë shkruar. Por këtu thotë një gjë. Pas ka diçka midis kësaj kohe dhe asaj kohe. Dhe nëse në kalendarin tim është ajo ditë dhe kjo ditë, në këtë ditë unë mund të bëj diçka për të zgjedhur atë ditë. Mateu 5 thotë një gjë shumë të madhe. Thotë, nëse je rrugës për në gjyq dhe je bashkë me akuzuesin tënd, dhe dikush të ka akuzuar për një krim që ti ke bërë, edhe ti je duke shkuar me të, tuk, po shkon dhe thotë, përpiqu, thotë, bësh një marrëveshje miqësore, thotë, me akuzuesin tënd përpara se të hysh në derën e gjyqit. Sepse po hyre atje nuk do dalesh pa paguar dhe qindarkën e fundit.
dhe që ndarka e fundit paguhet për jetë. Dhe kështu që unë jam në këtë ditë, jam duke shkuar drejt gjyqit me akuzuesin tim. Dhe unë mund të bëj një marrëveshje miqësore nëse ka mundësi. Lajmi i mirë është që ky person që po shkon me mua ma ka bërë ai ftesën për marrëdhënie miqësore. Edhe le ta zgjidhim përpara se të hyjmë derën e gjyqit. Unë kam dëgjuar për disa raste reale që dikush ka shkuar në gjyq edhe personi që ishte i akuzuar tha, "Shiko, bëjmë një marrëveshje dhe e zgjidhim përpara se të hyjmë në gjyq." Dhe kur arriti marrëveshjen nuk u bë gjyqi fare dhe shpëtoi. Dhe Gjoni 5:24, Jezusi thot, "Kush beson fjalën time, nuk do të vinë në gjyq, po ka kaluar nga vdekja në jetë." Dhe ka njerëz që nuk do jenë atë ditë në gjyq. Pra ka shpresë për njerëzimin, duke për ta konkluduar kush beson në emrin e Jezus mund të shpëtohet. Po, kaq thjesht. Dhe për ta përmbledhur një fjalë fundit për ne, cila do të ishte në përfundim të këtij mesazhi me peshë? Përpara se të vetat e fjala e fundit, dua të përmend edhe diçka tjetër. Disa njerëz kanë këtë ide që në momentin tani që unë besoj tek Jezusi, për shkak se Jezusi dha llogari për mua në vendin tim përpara Zotit, unë jam liruar nga llogaria që do t'i jap Zotit. Dhe sigurisht që unë jam liruar nga llogaria dhe nga pasojat e mëkateve të mia, sepse i paguaj ai s'kam se t'i paguaj. Por mënyra si unë jetoj tani jetutja nuk është e papërgjegjshme. Pra, është e rëndësishme edhe kjo pjesë, pasi i pranon Jezusin. Absolutisht. Do më thënë, sepse në qoftë se pritet që t'japin llogaria ata aty jashtë që nuk e din, sa më shumë nga unë që di. Shkrimi thot, gjykimi fillon nga shtëpia e Zotit. Dhe unë jam shtëpia e Zotit. Unë që besoj. Dhe nga unë pritet shumë. Unë mbaj mend mbasi besova te Jezusi, isha adoleshent dhe ishin ato vitet e para të demokracisë. Dhe baba im ishte ateist. Kur e mori vesh u zemrua shumë. Dhe si pothuajse të gjithë ne ishim rritur në një shoqëri që askush nuk mendon për veten e vet. Pritet ç'a duhet bësh ti. Ti duhet të çosh mëngjes, ti duhet të shkosh në shkollë, ti duhet të bësh këtë gjë, ti thjesht i bën gjërat. Po ti nuk është e ke një zgjedhje kështu apo kështu. Është vetëm një gjë që duhet bësh, ç'a kanë bër prindrit, ç'a kanë bër gjyshrit, këtë gjë do bësh dhe ti, qepe, vazhdoj jetën derisa të vdesësh. Dhe ja ku doli dikush, në këtë rast isha unë si dhe të tjerë, që unë po besoj tek Jezusi dhe babi im ateist nuk e besonte dot këtë gjë. Thashtë unë të kam çuar në shkollë dhe po të paguaj shkollën që ti të mësosh tjetër gjë, ti më lexon Biblën. Edhe në atë kohë u shokua nga kjo gjë. Dhe ne ishim në shtëpi dhe ndodhi një sherr shumë i madh dhe unë nuk e kisha parë babain tim të acaruar në mënyrë të tillë ndonjëherë, deri në pikën që nuk duhet rrish më në shtëpi nëse ke këtë mendim. Duhet të më heqësh këtë idenë e Zotit, librat e Zotit, dhe përplasi derën dhe doli. Unë nuk mund të rrija dot në shtëpi, mora çantën e shpinës dhe u bëra gati dilja nga shtëpia. Në atë moment mamaja ime plasi sqari, sepse ishte edhe koha që s'kishte internet, nuk dije ku të shkoje dhe më kapi nga këmbët, duke më thënë që më doli përpara mos ik. Mos ik, gjë e babin, mos ik. Edhe filloi duke qarë. Dhe ishte shumë e rëndë. Në atë moment që isha ngelat, thash unë jam duke lënduar prindërit e mi me këtë që po bëj. Në ana tjetër, a mund ta mohoja dot Jezusin? Edhe ndaloj, siç isha aty, isha duke ndalova dhe kthehem nga dritarja. Kishte pushuar shiu, po ishte vrancir. Dhe ishte si një qetësi, po qetësi e akullt. Edhe të gjoj një zë, edhe tha, ai nuk ekziston. Kujt po ja jep jetën? Po mu kanë ngritur qimet e zverkut përpjet, sepse ishte e akullt ajo ndjesi kur e pasha atë. Dhe sot unë e di kush ishte, që ishte djalli. Po në atë ditë unë se dija, sepse ngjau si e vërtet. Dhe në atë moment unë kam patur një gjë që në thonjza po e them udhëtim në kohë. Dhe ti vazhdon ta ndjekësh Jezusin që nga ajo ditë. Çfarë ndodhi aty është që mund të them ishte një vegim i hapur. Sigur u rrëmbeva në kohë dhe e gjeta veten në një vend larg
dhe ishte një dritë e madhe përballë dhe errësirë nga mbrapa. Dhe pash fronin, pjesën e poshtme të fronit, janë këmbët e Zotit me ndriçim shumë të madh. Unë isha shumë i vogël dhe kthej kokën anash dhe mbrapa në të djathtën time ishin 2 persona, ishte mami im, ishte edhe babi im. Dhe babi kishte ulur kokën dhe duke sikur një dënim ishte dhënë mbi ta dhe ata do shkonin të dënoheshin. Dhe mami ishte sikur sa kishte mbaruar të qarën dhe kthen kokën dhe më thotë: "Ne nuk e dinim, por ti e dije." Dhe kthehem aty ku isha me çantën e shpinës, mami përpara këmbëve të mia, sytë e mi nga dritarja. Dhe është ide, ata nuk e din që Jezusi është Zot. Unë e di. Ata, për shkak se nuk e din, mund mos besojnë tani, po unë e di dhe unë nuk mund të veproj sikur nuk e di, sepse unë do t'i jap llogari atij për këtë gjë. Dhe unë mora vendimin që do besoja tek Jezusi. Lavdi Zotit që 19 vjet më vonë mbas asaj babi im besoi. Lavdi Jezusit. Por nëse unë nuk do kisha qëndruar, ti do të ishte dhënë mesazhi që ky Zot tek i cili ti po beson, nuk ja vlen ta ndjekësh, sepse ti hoqë dorë kollaj. Dhe është një llogari që ne që dim duhet jetojmë me këtë dijeni, që unë do t'i jap llogari për Perëndis për mënyrën se si unë jetoj. Dhe dua ta mbyll me një varg që është para Korintasve kapitulli 10 vargu 31 që thotë: "Nëse ham ose pim dhe çfarëdo lloj gjëje që bëjmë për lavdinë e Zotit." Dhe me shprehjen e famshme të Daniel Webster që thotë: "Mendimi im më i lartë është llogaria që do t'i jap Zotit." Mirgen, unë të falenderoj. Faleminderit për ato që ndave dhe të vërteta biblike e madje edhe të përjetuara në jetën tënde. Prandaj është kaq e rëndësishme që t'u flasim njerëzve për Jezusin që ka një shpëtim. Është dhënë një emër për shpëtim dhe ai është Jezus Krishti. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Ajo ditë është një ditë gjykimi, por edhe një ditë drejtësie ku çdo zemër do qëndrojë përballë të vërtetës. Nuk kemi lënë në errësirë. Zoti në mëshirën e tij ka hapur një rrugë shpëtimi përmes Jezus Krishtit. Uroj të kaloni një fundjavë të bukur.